Përshëndetje të gjithëve. Shumë faleminderit për praninë tuaj në këtë aktivitet i cili përmban një moment të rëndësishëm në rrugën e thellimit të bashkëpunimit mes qeverisë dhe universitetit, dhe pa përsëritur shumë çka që u tha këtu, dua të sjell në vëmendje faktin se qysh kur ne e shpallëm paktin për universitetin, procesi i ndërveprimit me universitetin sipas fushave ka njohur zhvillime të vazhdueshme dhe eksperienca na ka mësuar që në këto bashkëpunime me fakultete të ndryshme ka shumë për të mësuar, por njëkohësisht ka gjithmonë më shumë për të bërë. Dhe programi i sotëm është shprehje e këtij fakti, por njëkohësisht përtej këtij programi, i cili do të mundsoj rekrutimin për një praktik të veçantë për një numër studentesh të këtij universiteti, ne duam që të shkojmë edhe më tutje dhe duam që të artikulojmë edhe më shumë programe të posaçme të kësaj natyre, për t'i dhënë mundësi të gjithë atyre që studiojnë në universitet që të fillojnë të materializojnë një perspektivë të nesërmes pa mbaruar ende studimet dhe që të përfshihen në praktika pune të cilat ju hapin atyre këtë perspektivë dhe ju sigurojnë një informacion të domosdoshëm lidhur me si mund të bëhen pjesë e përhershme e trupave të ndryshme që operojnë në funksion të interesave të shtetit shqiptar, dhe nga ana tjetër për të krijuar ura të reja, kanale të reja bashkëpunimi, në mënyrë që investimet dhe mbështetja e drejt për drejt e qeverisë për universitetin të shkojë pikërisht në funksion të përfitimit të ndërsjellë. Të përfitimit ndërsjellë ku ajo çka universiteti përfiton të materializohet në jetën konkrete të studentëve dhe ajo çka shteti investon të materializohet në impaktin që këta student kanë në rritjen e cilësisë së punës së strukturave përkatëse shtetërore. Praktikat e punës tani më janë bërë rutinë dhe çdo vit ne kemi një numër të konsiderueshëm studentësh të cilët kanë mundësinë të shfrytëzojnë këto praktika pune për të realizuar pikërisht këtë tranzicion midis aulave të universitetit dhe frontit të punës në jetën e përditshme, ndërkohë që, siç e tha rektori para meje, ndërkombëtarizimi është një proces që ka filluar të na japi rezultatet e para, por që kërkon që bashkarisht qeveria dhe trupa drejtuese e universiteteve të shtyjnë më shumë në mënyrë që shumë nga koha e humbur të mund të rifitohet. Dhe ne po bëjmë shumë përpjekje për të sjellë realitete të reja akademike nga jashtë brenda në Shqipëri,
Dhe duam njëkohësisht që të mbështesim edhe më shumë çdo përpjekje që bëjnë universitetet për t'u hapur ndaj botës, edhe për t'u krijuar studentëve të tyre këtu në Shqipëri mundësinë që të marrin drejt për drejt, si të ishin jashtë, atë çka bota jashtë në të gjithë rrjetin e universitetet veta ofron. Po ashtu më vjen shumë mirë që pakti për universitetin funksionon edhe në drejtim të përmirësimit infrastrukturës dhe faktikisht ky universitet po fuqizohet me 2 struktura të reja, moderne, të cilat do të garantojnë hapësirë dhe kushte optimale për studentët, që nga inxhinieria deri tek gjeologjia, dhe patjetër që ne nuk do të mjaftohemi me kaq, sepse përtej kësaj infrastrukture të reje dhe domosdoshme, është po kaq e domosdoshme që ne të mbështesim universitetin për të fuqizuar me laboratorët e nevojshëm, për të fuqizuar me teknologjinë e nevojshme në mënyrë që ndryshimi epokal që po ndodh kudo në botë ta përfshi fuqimisht edhe universitetin.